Unë do të bëj një predikim, do të thotë një parashikim se si do të bëhet zgjedhjet në si do përzgjedh kandidatura dhe kush do të jetë kandidatura. Po, patjetër. Bashkinë e Tiranës në nga ana e opozitës dhe Partisë Demokratike. Unë do mendoja që në qoftë se tani është momenti i volitshëm dhe më i përshtatshëm që qytetarët shqiptar të vërtetojnë sa shumë e duan Sali Berishën në krye të Partisë Demokratike dhe zoti Berisha të provojë qytetarëve shqiptar dhe botës se sa shumë e do opinioni publik dhe do kisha thënë që kandidatura më e mirë për të garuar kryetarin e bashkisë është vetë Sali Berisha. Dhe do ishte gjë shumë e mirë që ai vetë të kandidojë edhe si kryetar partijet, ta lënë drejtimin e sekretari i partisë të kandidojë dhe në qoftë se dërmohet në rezultatin e zgjedhjeve të Tiranës të bëj një nder opozitës, Partisë Demokratike, shqiptarëve, Shqipërisë dhe të largohet totalisht nga skena politike shqiptare, duke i bërë një nder vetvetes, Partisë Demokratike, Shqipërisë dhe shqiptarëve, sepse po ban peng opozitët, po ban peng të ardhmen e Shqipërisë dhe po ban peng padyshim progresin e Shqipërisë dhe opozitës ardhes saj në pushtet. Po, qarta si zoti Berisha nuk do të kandidojë, nuk ka ndonjë shans që ai të nxjerrë veten aty. Kështu që kë mendon ti se mund të jenë disa nga figurat që po themi me hamendje mund të garojnë për këtë post nga ana e PD-s. E kam ndjekur me shumë kujdes deklaratat e përfaqësuesve të folklorës të Partisë Demokratike dhe padyshim asnjëri prej tyre nuk merr guximin që të përballet me elektoratin e Tiranës, sidomos duke parë se do të kenë një humbje katastrofike më e keqe nga ajo që kishin në 11 maj dhe padyshim asnjëri nuk merr përsipër të digjet politikisht me shpresën se një ditë me largimin e Sali Berishës nga drejtimi i PD-s do të kenë një shans për të kandiduar, për të marrë drejtimin dhe për të drejtuar Partinë Demokratike. Pra, nëse shihet shumë qartë se eksponentët kryesor afër zotit Berisha asnjë nuk marrin përsipër të kandidojnë duke parë se është fundi i tyre politik në qoftë një bëjnë gjë të tillë. Ajo që po përpiqen të bëjnë koalicioni i opozitës, do të thosha, me aleatët e ngushtë të vjetër, një antar, një parti të zotit Berisha, të ngjejnë disa kandidatura, dhe këto se janë 3 kandidatura të cilat kanë propozuar, për t'i vënë si tabelqitje në përbashkinë e Tiranës, duke e pas sigur që do të humbin të zgjedhje dhe duke gjetur një figurë e cila do të jetë shumë e lehtë të anëtemohet, do të jetë shumë e lehtë që ti e vihet faje që si ishte e gjeshme, si ishte e prekshme, si ishte e komunikueshme, si ishte përfaqësimi i qytetarëve shqiptar dhe duke gjetur një figurë që paraqet fotografon realitetin brenda opozitës, atëherë zoti Berisha ka shumë të lehtë anatemojë dhe thotë që zgjedhjet ju bollën, zgjedhjet nuk i humbi, ai fitoi, por Rama përdori makinerinë, Rama i volli vota dhe çdo gjë. Domethënë qartë alëdohet një skenë identike si ajo 11 majit dhe humbja fatkeqësisht do të jetë shumë më thellë se ajo që opozita ka pas me 11 maj. Mirë, duhet të flas tani për opozitën sa i takon kuvendit, legjislaturës së re, deputetëve të opozitës në kuvendin e Shqipërisë. Duket se opozitarizmi ka nisur mjaft i ashpër, e pam këtë që në seancat e para të kuvendit, ku konkretisht seanca për votbesimin e qeverisë dhe për debatin mbi programin e qeverisës pothuajse nuk u zhvillua fare, zgjati më pak se 30 minuta. Si mendojnë që ka nisur për opozitën kjo legjislaturë? Opozita dhe çdo deputet i parlamentit shqiptar dhe kudo qoftë, parlamenti është tempulli i demokracisë, tempulli i përfaqësimit dhe figura e çdo deputeti do të jetë figura më e lartë që përfaqëson modelin më të mirë të një qytetari, një intelektuali, një përfaqësuesi të qytetarëve shqiptar në një vend normal demokratik që është zgjedhur me votën e qytetarëve dhe përfaqëson çdo hall të tyre. Opozita e sotme, aktuale, e zgjedhur në kushte kur kemi një shkatërrim total të Partisë Demokratike dhe të opozitës në përgjithësi, është një opozitë që do të veprojë, do thosha, në mënyrë kaçakçe, në mënyrë, më thënë, absolutisht
të pa etike, të pa vlerë në sjellje absolutisht që lënë shije të absolutisht të hillur në opinionin publik dhe nuk kanë asnjë rrugë tjetër përveç se veprimeve të dhunës, veprimeve të, më thënë, që janë nuk i përkasin emrit dhe rolit që ata duhet kenë në parlament dhe kjo nuk ishte si të ndodhte ndryshe për arsye sepse numri i deputetëve të marrë nga opozita dhe Partia Demokratike është i papërfillshëm nga mazhoranca socialiste e cila ka 83 vota dhe se ka problem të bëjë 84 vota, ndoshta edhe vota të ndryshme e nevojshme për të ndryshuar kushtetutën dhe deputetët e Partisë Demokratike të opozitës janë aty vetëm për t'i bërë sehir mazhorancës dhe qeverisë socialiste të zotit Rama. Pra, unë e kam thënë shumë qartë edhe përpara se është një fatkeqësi e jashtëzakonshme për demokracinë në Shqipëri, për demokratët, që Partia Demokratike është reduktuar në një absolutisht në një kukull parlamentare ku gjëja vetme është që vetëm bën zhurmë, lakadan, sjellje të pahishme, fjalë të pa edukat që nuk s'duhet ta shohin njerëzit në ekranet e televizorit gjatë ditës dhe absolutisht mendoj që është fatkeqësi e madhe për opozitën në përgjithësi, për popullin opozitar, po padyshim për gjithë Shqipërinë, sepse në mënyrë të tillë Edi Rama qeverisë pa asnjë pengesë bën çdo ligj që të ketë nevojë, bën çdo drejtim edhe çdo politikë që atij i ngrihet në mëngjes dhe i vjen ndërmend dhe Sali Berisha, opozita në përgjithësi dhe Partia Demokratike parlamentare nuk ka asnjë shans ta pengojë. U pa shumë e qartë në miratimin e buxhetit, një elementi kryesor për qeverinë, i cili duhet ishte diskutuar me ditë, por u miratuan punë sekondash. Domethënë është absolutisht një tragjikomedi që do të shfaqet rëndëmti 4 vitet e ardhshme në Shqipëri, nëse opozita nuk i thirr mendjes dhe nuk vetë organizohet dhe nuk i kërkon falje shqiptarëve për, sidomos demokratëve, për situatën në cilët ndodhet populli opozitar. Megjithatë, le të kalojmë pak edhe tek qeveria sa i takon programit politik të qeverisë për 4 vitet ku jemi futur integrimin në Bashkimin Evropian, që në fakt është për vitin 2030, është për mandatin tjetër, jo për këtë, por është diskutuar edhe, po themi, në takimet të ndryshme që kryeministri Edi Rama ka patur në samitet e Bashkimit Evropian, që mund të ketë një antarësi më të shpejtë se viti 2030 në fakt. Nga ana tjetër, rritje rrogash, pensionesh, ujë 24 orë, si do ta analizojë, po themi, programin e qeverisë, pikat më të rëndësishme të tij po flas për këtë 4 vjeçar? Zoti Rama është në mandatin e 4. Çdo qeveri, kudo që kishte qenë në një vend demokratik, të kishte marrë minimumin e mundshëm të deputetëve në një parlament demokratik. Është fal me vështësisë dhe situatës së dhimbshme të opozitës që Edi Rama sot mbretëron në pushtet, në parlament, në qeveri, dhe ka çdo pushtet të vetin dhe bën çfarë dojë në Shqipëri. I vetmi opozit ndaj zotit Rama sot është Bashkimi Evropian, Britania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Opozita zyrtare fatkeqësisht nuk ekziston. Në këto kushte, zoti Rama bën premtime si t'i doj, bën premtime çfarë të doj dhe kur të doj dhe nuk i jep llogari shqiptarëve fare nëse një premtim bëhet apo s'mbahet, nëse një ministër është i akuzuar e i përlyer kokë këmbë me krimin, nëse gjithë ata që hanin dardha dhe molla mas shpinët e tij sot akoma nuk janë prapahera dhe nuk janë as të akuzuar dhe unë kam vlerësuar gjithmonë punën e SPAK, por fatkeqësisht në fund të mandatit zoti Dimani lë shumë për të dëshiruar sepse ishte një shpresë e madhe për qytetarët shqiptar, por me sa duket nuk u materializua aq shumë dhe zoti Rama sot ka çdo pushtet. E vetmja mënyrë që të t'i hiqet ky pushtet është
në qoftë se do të kemi, më vjen shumë keq që unë e theksin të opozita, por duhet, është domosdoshme, është imediate që të kemi një opozitë të fortë, një opozitë që të përballet me korrupsionin, me krimin, me lidhjen e qeverisë dhe pushtetit me krimin dhe kriminalët, dhe t'i tregoj zotit Rama, kryeministit të Shqipërisë, me fakte se si e ka shkatruar Shqipërinë, si i ka larguar shqiptarët dhe si Shqipëria po mbetet një vend i pabanueshëm. Rritja e rrogave dhe pensioneve, rritja e rrogave me çfarë do të justifikohet? Ku do të merren, ku do të jenë qytetarët që punojnë për të paguar për rritjen e rrogave, për rritjen e pensioneve, kur pjesa më e madhe, popullata më e madhe në Shqipëri janë pleqt dhe janë ata mbi 65 vjeç që janë në moshën e pensionit. Në çfarë mënyre zoti Rama do t'i realizojë këto premtime për rritje galopante të rrogave, pensioneve, shpenzime publike, çdo që kur fuqia punëtore është ulur në maksimum. Domethënë janë këto që qeveria janë absolutisht slogane të cilat padyshim që nuk do të mbahen dhe premtime të cilat zoti Rama i bën se nuk ka askën që ta vej pa përgjegjësisë. Është detyrë imediate e opozitës të organizohet me një drejtim e leadership të ri që t'i tregojë zotit Rama se çfarë qeverisje ka, sa shumë e duan shqiptarët dhe të kemi në qoftë se opozita organizohet të bëjë thirrje për zgjedhjet parakohshme dhe qytetarët shqiptar në një opozitë të re, të organizuar dhe që krijon besim të qytetarët shqiptar të çojë vendin në zgjedhjet parakohshme dhe të shohim se ku do të përfundojë mandati i qeverisjes i zotit Rama. Zgjedhje tjetër nuk ka përveç se një opozitë të fortë, të re, të gjithëpërfshirëse të çdo aspekti politik të djathtë të qytetarëve të ndershëm përballë kësaj katahure që ndodhet në Shqipëri. Një sinjal mjaft i fortë duket se ka ardhur pak ditë më parë nga Departamenti i Shtetit, Departamenti Amerikan i Shtetit, me publikimin e raportit për klimën e investimeve të huaja në Shqipëri. Ishte një raport për hir të së vërtetës mjaft problematik, ku ka vlerësuar, po themi, një farë rritje ekonomike deri diku konstante, megjithatë nga ana tjetër ka treguar shumë korrupsion, shumë klientelizëm, po themi, dhe pyetja është, a është ky një sinjal se administrata amerikane, ose sinjal i parë, po themi, se administrata amerikane, presidenti Trump, do ta vendos, po themi, qeverinë e Republikës së Shqipërisë përballë përgjegjësisë vetë në qeverisje? Qeveria amerikane dhe administrata amerikane ndodhen përballë një dileme, të mbështetin një kryeministër i cili besoj që ka një kredencial shumë të qartë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me nivelin lart të korrupsionit, me lidhjen e pushtetit me krimin organizuar dhe padyshim me raportet për lidhjet e kryeministit të Shqipërisë me Ganigal. Janë të gjitha këto raporte që në një farë mënyrë qeveria amerikane do t'i lante duart me zotin Rama pa vonuar fare, por duke parë se qeveria amerikane dhe shteti amerikan kërkon stabilitet në Ballkanin Perëndimor dhe duke qenë se Shqipëria ka një rol kryesor në Ballkan, atëherë stabiliteti në Shqipëri është shumë i domosdoshëm për qeverinë dhe shtetin amerikan. Në këtë kontekst, duke parë se nuk ka një opozitë në Shqipëri dhe nuk ka një figurë opozitare me të cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të bashkëpunojnë, duke parë se lideri i saj është të vazhdon të jetë i shpallur non grata pavarësisht pretendimeve të mëparshme që zoti Trump do t'ja hiqte non gratën, zyrtarisht është non grata dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, asnjë institucion zyrtar nuk bashkëpunon me lidin e opozitës që drejton opozitën parlamentare dhe zyrtare si i shpallur nga Departamenti i Shtetit. Pra, po të kishim një organizim të qartë dhe një marrëdhënie të ngushtë të opozitës shqiptare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk besoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vononin shumë për t'i treguar zotit Rama se çfarë opinionit kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Departamenti i Shtetit dhe qeveria amerikane. Por, fatkeqësisht, e përsëris, shteti amerikan duhet përballë një dileme të madhe se mbështet një kryeministër autokrat, por nuk mund të mbështet një opozitë që drejtohet nga një i shpallur non grata nga vetata. Qartë, mirë.
Zoti Hasani, ishte kënaqësi dhe të falenderoj për bisedën dhe për opinionet këtu në studio. Kënaqësia është e imja. Ishim me zotin Naim Hasanin, avokat nga Londra, në Londër. Pra, folëm për aktualitetin politik në Shqipëri, nga çështja dhe problemi i sagës së Erion Veliaj tashmë, ku ka hyrë në këtë lojë edhe gjykata kushtetuese dhe presidenti i Republikës, tek zhvillimet e tjera që lidhen me opozitën, me qeverinë dhe me administratën amerikane, departamentin e shtetit. Vetëm pak shkëputje dhe rikthehemi në pjesën e dytë. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë këtu në aktualitet. Do të flasim tani pak për aktualitetin ndërkombëtar, zhvillimet më të fundit dhe më të forta të pasqyruara në mediat ndërkombëtare, duke u fokusuar specifikisht tek ajo se çfarë pritet të ndodhë me gazën, por sigurisht edhe të vijojmë pak diskutimin për situatën këtu në Shqipëri në lidhje me Bashkinë e Tiranës, edhe këtë mbivendosje institucionale apo ligjore, qoftë nëse duam ta quajmë kështu, sa i takon në rastit Veliaj. Mirë. Kam kënaqësinë që të kem lidhje të drejtë për drejtë me studion time, ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të shkencave politike, Ruel Domi. Ruel, të përshëndes dhe faleminderit që jemi së bashku. Egon, kënaqësi të jem të falenderoj për ftesën. Mirë, po e nisim me takimin e Washingtonit midis presidentit Trump dhe kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu. Përpara se të shkojmë tek plani me 20 pika për gazën, ai ishte thelbi, po themi, i takimit, por takimi në mënyrën se si ti e pe. Ishte një takimi për zemërt, si u karakterizua. Pati dhe momente, po themi, të raportuara, momente pak të vështira për Netanyahun, kur, si thua, Trump në një farë mënyre e detyroi që të telefononte kryeministrin e Katarit dhe t'i kërkonte falje për bombardimet e Katarit. Megjithatë, po ta lut ty të më thuash. Jo, në fakt dhe nisën e këtë fundit, mendoj që është një zhvillim shumë pozitiv dhe edhe po të shohësh në një farë mënyrë balanset e fuqive midis presidentëve amerikanë dhe kryeministrave izraelit ndër vite gjithmonë është krijuar ideja që ka një marrëdhënie të pathyeshme, është ndoshta vetja marrëdhënie ku nuk ka mungesa dakordësish apo ku nuk ka në një farë mënyrë hatërmbetje publike. Ne po kujtojmë Zelenski pati ardhur në Shtëpinë e Bardhë, u bë një gjullërdi e madhe, u bë një mesele e madhe aty, sepse Trumpi dhe Zelenski debatuan live para medjave, që s'u ndodh kurrë midis një presidenti amerikan dhe një kryeminist izraelit për shkak të konjunkturave të politikës amerikane, të fuqisë që ka lobi izraelit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një sër arsyeve të tjera.